ke kriju që Albin Kurti, që janë të ke kriju. Edhe thashtë të merë përgjësim. Ja, së ka kriju dikush i Shërbene. Hajtë mësë në penga aktivitetet publike, sa pa. Që shpesheni jemi para zyres e Lidhës Demokratike të Kosovës, njëjtë sikur të PDK-ja edhe të LDK-ja e pru në kartelin e antarësisë, sepse për neve edhe kryetarja Bizhiku, po dhe LDK në ka shëndru në një dek të vendosur. Ato që i thamë ma herë. Çka mundëm me shtu për LDK, është se ky kryetar, me qasjen që e ka, i ashpër ndaj kundërshtarëve të mbrëmshëm politik, e tepër i butë, për mos me thonë servel, ndaj kryeministrit të Kosovës. Pra, kom të i thy, të lyp me abo një zgjidhje për mësë më shku në shqirë. Krejt Kosova i ka lutë parti politike, LDK-n veçanti, me LDK vendosja e lutë ke LDK-n, hajde ta bojmë një koalicion, ty dhe i ke jo. Tash, pse po dhe tash bëjnë stabiliteti institucional? Një vjetë nuk në dash stabiliteti. Sepse kanë logarit që Albin Kurti me blokada bjene, këta rritën e mojnë njëse pak më. Prandaj kjo qasje opozitës është naive dhe është vetëm për interesat ngoshta. Mos mendoni që se din ka, as që kanë bu, as që në të bu. Por na duhet më kodë, Shqiptarët e Republikës Kosovës, Partia Social-Demokrate, antarët e LDK-s, PDK, kongullës që mi majtë për gjetës, sepse dhe njëherë po thëmë, nuk është çështje një emrit president. Nuk është çështje e emrit të president. Çështja është që kjo i shërben që ti pushtetit. Mas 4 viteve, më rrim në pikën, kemi me folë për damën që shkaktojnë. Qofta ja Vjosa Osmani ose dikush tjetër. Prandaj, besoj që është mirë qytetarët e Kosovës me kuptu të vërtetën edhe të DK-s edhe të PDK-s. Kur qo ma shumë, se sa mja kriju përshtypjen qytetarëve të Kosovës që ka demokraci. Nëse ja zgjedhin kryetarin e kuvendit dhe kryeministrin, e presidentin, e gjykatën kushtetuese, kryeprokurorin, çfarë demokracie ka? Edhe me mundësinë e tyre. Edhe e fundit. Vendi duhet më shku në zgjedhje e jo më ja zgjedh presidentin. Populli i Kosovës nuk ja ka jap 80 deputet Albin Kurti për me zgjedh president. Populli i Kosovës ja ka jap 51% me zgjedh kryetarin e kuvendit dhe qeverisë. Le t'ja jap populli. Pse pja jap ti në emën popull? Kërkush nuk e ka votu LDK-n apo PDK-n, me votu presidentin ma. Kërkush ish? Asnjë njeri që ka votu këtë paradisja. Pse duhet ta mja? Ta nuk janë të jap për neve, ta janë të jap për veti. Mirë ujtë të pozita shika. Prandaj, është betejë e rëndësishme, është luftë e rëndësishme të cilën duhet me bo bashkë. Ta shë bota një pyetje ma herët. Po, se keni po përshirë në kandidatë? Unë bëj thirrje që kontributin më të madh që mundem me bo për Kosovën, do që do ambinje për afërsisht njëjta ose spajtohet me qeverinë aktuale. Është mos me njeh në agjendë qeverinë Kosovës. Përndryshe vazhdimisht, ju e dini, një Kosovë u qu tha, nuk e voton lista serbskën Albin Kurti. Po do në më shku në zgjedhje, i shtini mi votu krejt. Pejtutve këta që se voton Albini, këta u bojnë bashkë mi vatu në pako. Tash, jo familja jashtore, dhe ti respektojmë se cilin veç e veç. Mos t'ja u përfolim emnat aty në të cilët nuk pëdojmë. Ky ka qenë shantazh ndaj Vjosa Osmanit, ky ka qenë mi afru parti politike si LDK-n e PDK-n, që sot kur dojmë mos me zgjedh tash presidentin, tash ta janë fajtor. Se i shkovën ta kem pa e ditë as kush është kandidat, as çfarë kritere është ki, po shkoj për të veti. PDK-ja del këtë që s'kam kandidat, LDK-ja dhe që s'kam kandidat. Çka i lyp atë? Po prit ta çet kandidatin e moj emenimin më thëj. Prandaj nuk guxojmë na me hinë në ato që ata po dojnë. Ajo që ata dojnë është me drejtu diskursin publik drejt tyre. Dhe mos harroni, opozitorët po dëmtohen më shumë. Se po thonë deklarata naive. Në natë se votojnë listën serbska, nesër e votojnë. Në natë familja jashtore, të njëjtë familja jashtore. Kjo është për me shërby hegemonisti. Prandaj PSD-ja është organizim politik që nuk vjen atë. Kur si keni një PSD? PSD-ja ka deklaruar me kohë që Albin Kurti voton listën serbska. Në nëntor vitit kalim. Kjo nuk është me pas prognozë, kjo është analizë politike që bëhet vetëm kur të vendos me demarku vetën me Albin Kurti. Po mendoni që është kryer puna e presidentit apo janë ato shumë drejtë? Unë besoj që Kosova duhet më shku në zgjedhje. Nëse populli nuk ja ka jap të deputet Albinit, po opozita ja bën 80, nuk ja ka jap populli. Nëse populli i Kosovës në mënyrë demokratike vendos me jap 80 deputet, nuk duhesh me nalti.
Amo mos më shef as mas popullit, as mas ideja se s'ka zgjedhje po na kushtojnë. Që s'kushtoj 100 vjet? Kur ta merr gëmendja që po dalin llogaritë si kontabilista, se pa ta shuj kontabilista këtu. Kontabiliteti nuk bën mi prej politikës, s'u kushton kontabiliteti. Si dul kontabiliteti tash po vojnë valla nuk o mirë me investu mo. Pse piruj për vetë? Frika jame, dëshira jame, mindja jame është që të më shku zgjedhje. Populli le të vendosë, po dihet që për presidentin, se që jep 80%. Unë jam i bindur që si. Unë jam i bindur që populli i Kosovës nuk është i interesuar me jep asnjë njeri ka. I bindur jam. Qysh kam qenë i bindur që nëse opozita se krijon qeverinë Albin Kurti do të rritet, dhe këto kemi thonë në marsin e vitit kaluar. Ku krejt Kosova ka menuar që Albin Kurti po bjen. Sot po ju garantoj, le të shkojmë zgjedhje, Partia Social-Demokrate se vazhdimisht na kanë akuzuar, marrin pjesë në zgjedhje. Marrin pjesë në zgjedhje. Bashk Albin Kurti nuk i merr votat për Kosovë. Pse më jep ti? Këtyre partive? Koalicion me parti, këta janë botë dek vetëvendosur. Një herë shkon mirë mu shkput me vetëvendosur. Pas ne jemi të interesuar, vazhdimisht na akuzojnë po don ti me i bë krejt PSD. Nuk po dojmë i bë. Po besoni është më mirë me ngu PSD se kushtet. Ty be ide s'po kanë. Vesh po shkojnë takim me ngu ha çka më thonë atë. La ngojnë neve se më mirë se ai ka ball. Se me pas na ide dhe këshim fol. Kushti i parë është mu shkput atë. Qytetarët kanë thonë se s'bëm u taku me Albinin. 2 letra e ka çulët, vetë se s'do të pa. Kupin zgjedhën tash po çfarë? S'ka këtu qendrën politike. Si po gjyqeni asaj që ta antarit e DKS-i vetëm në Kurti që Kjo është një mendim, ky është një mendim i cek si përfaqësor që nuk ka ndaj përmbajtje pra. Unë jam rrugë edhe kundër Isa Mustafës, edhe kundër Hashim Thashit, edhe kundër Ramazan Haradinit, edhe kundër Alinit. Të katrit më kanë arrestuar shumë vërë bugë në krejt kolegët. As kem përfitu, as jemi konë pushtet asnjëherë, edhe e dojmë pushtetin, edhe dojmë me marrë pushtetin, amon kuadrët bindjeve tonë. Nuk mundet kërkush me cenu, qajnë të bokta, që unë e pas arrit, po njëm të luftu kurtin. Ju jeni të jepë kurtin fejt. Kur kemi dalë unë dhe të tjere që janë këtu, prej vetë vendosjes, nuk e ka pas as kryeministri, as presidenti, po i pas fitu zgjedhjen. Krejti kemi lodhur. Këta ja kanë mundësu me botë qeverinë 2019, këta ja kanë mundësu me zgjedhë vjosën 2021, këta ja mundësojnë prapë me zgjedhë presidentin. Sa ka qenë vetë vendosja në opozitë, ma shumë ka kontribuar. Te qonë pushtet për jashojmë edhe pasojat. S'mund është të më thonë, pa një herë, ti qaj të vështë? Nëse unë pas nga ka bu në 2005 për e mandat të një vendosë. Ti në 2026 ku krejt Kosova për din, ose të pak në gjyza Kosovës për din që kesh, ti po thu pja votoj president. Kjo është pretekst, sikur krejt që tjera që jo e voton, jo se voton, jo rritit, jo zhvullohet, jo me lizën sërbë, qashë. A ka pas në arsye pse nuk i pas aksione si zakonisht që nuk pas shkeshtë, nuk pas të pausë? Po, e para ka qenë, kemi vendosur me marrë pjesë zgjedhjeve lokale, do të dini, edhe kemi vendosur që kandidatët tonë me bërë procesin e gare. Në 3 komuna që kemi garu, dhe nuk është farë me interferu, me qenë që ne nuk kemi konsideru që është një parti që ka një elektorat të madh, edhe na du të mja barë. Kandidatët tonë kanë qenë figura që kanë përfaqësuar PSD-n dhe i kanë binë qytetarët për votë. Kemi garu në zgjedhje parlamentare për arsye që ne s'kem garu edhe në shkurt. Na e kemi ditë edhe në shkurt, edhe në dhjetor që ky është rezultati. Shkurt ke pak më ndryshme, dhjetor po dhe ma i lartë se herën e kaluar, ose në 2021. Kështu rrethonat e reja na obligojnë, përveç që na e kemi prit një zhvillim tillë. Dikush na thëjke po keni qef me fitu Kurti, dikush na keni thëjke po keni qef me rëzu opozita, dikush thëjshin po keni qef ju me thonë që Albin Kurti e voton listën sërbska, dikush kështu dikush, nuk është punë qefet PSD-s. Se s'po voton populli më pyet mu ose dikon të PSD-s kanë ki qefti ta votoj. Po situata sot e di që do këtë normale se e ka normalizu Kurti më shumë për shkak se i kanë shumë të nda. A ki po që ka i lavdon Kurti. Po thot konstruktive, kërkur s'ka zell për shkullë zgjedhje, u knaqëm. Edhe këta thanë kalu mirë, na jemi për institucionit, ti që na kem harru që vitin e kalu nga kanë majt një vjetë pengë. Po dhe jo një vetë pengë që që në shku me Kurtin, se pra ta i vlerësoj, po një vjetë pengë që se kanë bo vetë. Nëse s'ka në e kush, faleminderit shumë që na përshëndet.